Falenderojmë Allahun Gjelle Shenhu me një falenderim që i takon madhrisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit. Dhe padyshim që ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është tek Allahu Gjelle Shenhu është forca dhe krenaria. Pas 6 vitesh nga fillimi i misionit të tij pejgamberik, Muhamedi alayhi salam dhe shokët e tij takoheshin fshehtas për të shmangur provokimet nga idhujtarët Mekas. Në një atmosferë të tillë të fshehtësisë, Islamin e pranoi Omeri radiallahu anhu dhe që në çastin e pranimit të Islamit, ai e pyeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam: "A jemi ne në të vërtetën?" Muhamedi alayhi salam tha: "Po." Pastaj e pyeti: "Po ata a janë në humbje?" Muhamedi alayhi salam tha: "Po." Atëherë Omeri radiallahu anhu i tha Muhammedit alayhi salam: "E pse atëherë po fshihemi? E çfarë propozon o Omer?" E pyeti Muhamedi alayhi salam: "Propozoj të dalim dhe të ecim në për rrugët e Mekës duke thirrur Allahu Ekber, e pastaj të shkojmë te Bejtullahu dhe të kryejmë tavafin që njerëzit të na shohin." Allahu Gjelle Shenhu wa Gjelle Gjelalu i ja tregon njeriut dhe i ja mundëson rrugën ku ka nder, fuqi dhe dinjitet. Sigurisht, Allahu Gjelle Shenhu i lën njeriut edhe mundësin që të ecë në rrugën e poshtrimit. Allahu Gjelle Shenhu wa Gjelle Gjelalu shprehet në Kur'an dhe thot: "Kush kërkon krenari, dinjitet, ta di se e gjithë krenaria është e Allahut." Zoti i Madhrishëm është ai që u jep njerëzve nderin, fuqinë dhe lavdinë, dhe është po ai që u jep edhe poshtrimin. Thuaj: "O Zoti im, ty të takon tërë pushteti. Ti ja jep pushtetin kujt të duash dhe ja heq kujt të duash. Ti e lartëson këtë duash dhe e poshtron këtë duash. Në dorën tënde është çdo e mirë dhe ti je i gjithfuqishëm." Kur i kuptojmë këto dy ajete kuranore, bëhet e qartë se rruga e dinjitetit është rruga e fesë, rruga e forcës dhe fuqisë, është rruga ku gjendet kënaqësia e Allahu Gjelle Shenhu wa Gjelle Gjelalu. E përse atëherë do se deklarohemi si besimtar dhe e quajmë veten musliman, jetojmë në poshtrim. Jetojmë në poshtrim sepse i nënshtrohemi shejtanit. Shejtani, mallkimi i Allahut qoftë mbi të, kur Allahu Gjelle Shenhu e krijoi njeriu, kërkoi nga Zoti i botëve. Allahu i lartësuar ne tregon këtë dhe thot: "Tha shejtani, ja ki njeriu që e ke krijuar dhe e ke lartësuar mbi mua, nëse më lë mua deri në ditën e Kiametit, unë do t'i mashtroj të gjithë përveç një pakicë prej tyre." Kjo folje, thonë mufesirët, më së miri përkthehet si shejtani do të na tërheq. Do të na tërheq pas vetes, ashtu si njerëzit e tërheqin pas vetes kafshën me litar. Njeriu në planin individual dhe si shoqëri shkon drejt poshtrimit në çastin kur i nënshtrohet shejtani. A duhet të fshihet ai që falet? A duhet të fshihet ai që agjeron? A duhet të fshihet ai që e shpenzon pasurinë në rrugën e Allahu Gjelle Shenhu wa Gjelle Gjelalu? A duhet të fshihet njeriu i ndershëm? A duhet të fshihet ai që lufton për drejtësi? Pyet Omeri radiallahu anhu Muhammedin alayhis salam. Jo, sepse ai është në të vërtetën. A janë ata të tjerët në humbje? Pyet Omeri radiallahu anhu Muhammedin alayhis salam. Po, e pse atëherë ne të tërhiqemi nga rruga? Thot Omeri:
të dalim me islamin në vepër, jo vetëm me islamin në fjalë, por ta jetojmë islamin. Dhe si të tillë të dalim dhe të thrasim në për rrugë islamin tonë, duke përhapur të mirën tonë. Të mos pajtohemi me mëkatin që ka përfshirë shoqërinë tonë. Të mos pajtohemi me gjitha negativitetet që na kanë kapluar. Të mos pajtohemi me rrugët e ndotura sepse ajo nuk është islam. Të mos pajtohemi me veturinat e shpërndara rrugëve sepse ajo nuk është islam. Ta promovojmë të vërtetën sepse Omeri e pyeti në emrin tonë, a jemi ne, o i dërguar në të vërtetën? Tha jemi, e pse atëherë të tërhiqemi? Allahu xhelle shanhu ve xhelle xhelaluhu i jep njerëzve rrugën e krenarisë dhe të nderit, por i la edhe të shkojnë në rrugën e poshtrimit, nëse e zgjedhin. E njeriu do të ecë në poshtrim nëse ndjek epshin e tij. Rebia ibn Amr ishte i dërguari përballë komandantit të madh persian në Rustemit. Rustemi, për të treguar forcën dhe madhështinë e Persisë, në përrërën e shkretirës shtriu Qirima Mëndafshi dhe nga të di anët e rrugës ku do të kalon të Rebia ibn Amr, rreshtoi femrat më të bukura persiane që ta magjepste. Por, Rebia ibn Amr, ki musliman prej nesh, kaloi pa u kthyer mandje as me sy. Rustemi mbeti pak naqur sepse nuk e magjep si dot. Rebia ibn Amr tha, ne kemi ardhur që njerëzit të nxjerrim nga errësira dhe të shpjegojmë se nuk duhet t'i nënshtrohen hyjnive të rreshme, por vetëm Allahu xhelle shanuhu ve xhelle xhelaluhu. Sigurisht, njerëzit të tillë si Rebia ibn Amr e nënshtruan mohimin. Një tiran, një sundimtar i padrejt, dha një këshill për gjithë ata që duan të sundojnë padrejtisht. Ai tha, më së miri do të sundonin mbi njerëzit përmes të metave dhe dobësive të tyre. Në kohën tonë mund të themi, kur një punëdhënës dëshiron të vjedh, ai u alejon edhe punëtorëve të vjedhin diçka. E kur ata ta ankohen pse ai vjedh, ai sundon mbi ta përmes dobësive dhe mëkateve të tyre. Askush nuk ka mundur të sundoj ata njerëz që si sunduesi kishin Allahun xhelle shanhu ve xhelle xhelaluhu. A jemi ne në të vërtetën, pyeti Omeri radiallahu anhu Muhammedin a.s. A janë në të vërtetën ata që luftojnë kundër korrupsionit? Janë. E pse atëherë fshihen? Në humbje janë ata që janë të korruptuar dhe që neve si individ, por edhe si shoqëri në tërësi, na çojnë në poshtrim. E Allah i madhruar jep krenarin. Ai e lartëson këtë doj dhe e poshtron këtë doj. Rruga e ngritjes është rruga e besimit. Rruga e besimit në Allahun xhelle shanuhu ve xhelle xhelaluhu. Ndërsa rruga e poshtrimit është rruga në krye të së cilës qëndron dhe thërret shejtani. Në poshtrim të çon edhe mos interesimi ndaj islamit. Sa prindër janë të painteresuar nëse fëmia i tyre shkon apo jo mungon në mekteb, sa njerëz janë të painteresuar që vajza e tyre vishet e zhveshur në shtëpi, e madje edhe në rrugë. A jemi ne në të vërtetën, pyet Omeri radiallahu anhu Muhammedin a.s. Jemi, e pse atëherë nuk e promovojmë atë të vërtetë? Pse nuk bëjmë atë që do të na sjellë krenarin dhe dignitetin? Në atë poshtrim të çon edhe frikën nga e ardhmja. Aliu radiallahu anhu duke na mësuar ka thënë, pse të kem frikë nga vdekja? Nëse Allahu xhelle shanuhu ka caktuar që sot nuk është dita ime e vdekjes, pse të kem frikë? E nëse Allahu e ka caktuar vdekjen time për sot, atëherë frika ime nuk e ndryshon vendimin e Zotit. Detira ime është të bëj atë që mundem. Rezultati është në duart e Allahut xhelle shanuhu. Ne jemi të poshtruar në çdo segment të jetës. Kurani digjet në sheshet europiane me leje e mbrojtje shtetërore, e askush nuk përgjigjet. Pse? Sepse ne jemi bërë të dobët, të përçarë, pa dignitet. Kurani s'është më udhërëfies, por dekorën në raft. Tek Allahu është forca dhe krenaria. Po ne, ku jemi? Të nisim rrugën e së vërtetës, sepse mund të mendoni, kur Omeri radiallahu anhu e pranoi Islamin, muslimanët nuk u fshiheshin më.
këtu mes nesh, të gjithë ne jemi Omer. Ai ishte vetëm njeri, edhe ti ke atë që kishte Omeri, vetëm në vendos të nisësh rrugën në të cilën gjendet krenaria dhe digniteti. O Zoti i lartësuar, na ndihmo neve në atë rrugë. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.